Është koha për intervistën e ditës. Në minutat në vazhdim do të flasim për zhvillimet në gjyqësor, konkretisht me Këshillin Gjyqësor, po dhe zhvillimet të tjera politike. Në studio kam të ftuar deputetin e koalicionit Vlen Riat Shaqiri. Zotëri Shaqiri, mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në Alcan. Faleminderit për ftesën dhe mundësinë që ti paraqesim qëndrimet tona rreth ndodhive politike këtyre ditëve. Ashtu siç paralajmërova, këtë bisedë po e nisim me zhvillimet e fundit në gjyqësor, konkretisht me interpelancën e cila dje u votua në kuvend për 5 antarët e Këshillit Gjyqësor. Megjithatë, asnjëri nga këta antar sot nuk dha dorëheqje nga pozita që mbajnë. Realisht, dje ne kishim... Prisnit se nuk do t'japin dorëheqje? Unë ishe i vetëdijshëm se nuk do të ketë një reagim nga ana e, domethënë, antarëve të gjyqit Këshillit Gjyqësor Republikan, sepse me vetë faktin ato dhe paralajmëruan që nuk do ta respektojnë apo nuk do të veprojnë konform konstatimit apo interpelancës cila domethënë u sjell gjatë ditës së djeshme. Realisht Këshilli Republikan Gjyqësor me vetë faktin që në muajin dhjetor dikur ishte raporti për punën e Këshillit Republikan Gjyqësor, i cili nuk kaloi në kuadër të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, ngjall domethënë nevojën për ngritjen e një interpelancë e cila ishte domosdoshme. Ne kemi shumë ndodhi brenda domethënë atij Këshilli Republikan Gjyqësor dhe nuk ka demonstruar se është në krye të detyrës apo në krye të asaj që duhet të ofron drejtsinë. Çka është ajo, zotëri Shaqiri, për shkak se dje nga foltorja lëshuat akuzat të rënda ndaj antarëve të Këshillit Gjyqësor? Unë nuk jam i prirë që të akuzoj, mirë po unë dje thash disa prej argumenteve. Dihet edhe konform ligjit për Këshillin Republikan Gjyqësor, por edhe konform Kushtetutës së Republikës së Maqedonisë së Veriut, se cilët janë kompetencat e Këshillit Republikan Gjyqësor. Këshilli Republikan Gjyqësor ka të drejtën të ushtrojë kontroll mbi gjykatat themelore, mbi gjitha gjykatat cilët domethënë sjellin vendimet për XY arsye. Unë dje përmenda disa prej rasteve, e kemi rastin e Agim Islamit, i cili vuni padrejtisht të burg, në rastin e rastit Alfa. Indjeri Rexhail Qerimi vdiq në burgun e Idrizovës duke pritur drejtsinë. Unë nuk di se dikush prej këtyre antarëve të Këshillit Republikan Gjyqësor... Ka dhe shumë raste të tjera të cilat... Jo, një nga një do t'i përmendi. Nuk di se një nga këta antarë të Këshillit Republikan Gjyqësor ka marrë të drejtën konform kompetencave ligjore. Por ju po thoni se kanë pasur të drejtë... Po ligji ja mundson, kompetencat ligjore ja mundsojnë... Kanë heshtur përballë... Kanë heshtur dhe nuk e kanë marrë të zbardhin të drejtën. Kemi rastin Monstra. Edhe përkundër faktit që i kje kthim të vendimit në instancë më të ulët të gjyqësore. Në shkallën e parë. Asnjëherë domethënë nuk është prononcuar dikush prej tyre dhe thoje se ky rast ka këtë poentim apo ka këtë qëllim politik. Ky rastin tjetër që është rasti i Kumanovës, që është i ndihshëm. Asnjëherë nuk është shpjeguar drejtësia për atë rast. As nuk i dim se kush kanë qenë në brendin e paraprëgaditjes së kësaj ndodhie në Kumanov. Kemi djemë të cilët janë djemë të shkëlqyshëm që i njoh personalisht, që vujnë në burgun e Idrizovës. Kepa rastin e Seat Koçanit, që ka keqpërdorur diku 17.3 milion euro. Janë fakte të dëshmuara. Unë nuk i kam thonë ato, nuk i kam shpik ato. Janë dëshmi materiale të cilët janë të procesuar në procese gjyqësore. Po të njëjtit, nga 6 vjet i zvoglohet vendimi për vujtjen e burgit në 4 muaj, 4 vjet e 8 muaj. Askush prej tyre nuk reagon. Se mendoni se nuk kanë reaguar, zotëri Shaqiri? Ose kanë qenë të ndikuar, kanë qenë në presion, apo kanë qenë... Unë mendoj se ato nuk kanë qenë në kryet e detyrës, me vetë faktin se ti je në kryet të mbikëqyrjes procesit gjyqësor, ku je antar i Këshillit Republikan Gjyqësor, ti nuk e shef të rrugës të ndërmirësh të sqarojsh një rast. Nuk shef të rrugës të mirësh të hulumtojsh një rast caktuar. A mund të ketë gisht politika këtu? Sigurisht se duhet të ketë politika, sepse ata njerëz politikisht janë të temëruar atje. Shkojmë më tutje, e ke rastin e
thuja Durmotursit, e ke Besatroncin, e ke spitalin modular të Tetovës. Unë nuk di, unë po të kisha qenë antar i Këshillit Republikan Gjitësor, s'paku, kisha morë një nga rastet. E kisha deshifru për para opinionit, për me të regu se cila është e vërtetë. Pra ju po thoni se kanë qenë të ndikuar politikisht këta antar. Sigurisht se po. Dhe çfarë synon pushteti tash me Këshillin Gjyqësor? Ne mendojmë se duhet... Tash me që antarët nuk japin dorëheqje, disa nga ta mandati u mbaron në korrik, disave në dhjetor. Me një fjalë, po tentoni ju të zëvendësoni këta antar me antar të juaj të koalicionit? Ne nuk duhet tu të shesim se demokracia në Maqedoni është nërë në atë nivel sa që thjesht do më thonë çdo herë mirët parasysh profesionalizmi maksimal. Kemi përvojat nga të kaluarat, e cilat dim se do më thonë krejt këta persona që kanë qenë të emëruar kanë ardhur për shtabeve partijake. Unë mendoj se kësaj radhe duhet të ofrojmë një kualitet më të mirë, duhet të ofrojmë njerëz. Keni ndonjë mekanizëm që ne mundohemi, keni ndonjë propozim konkret? Ne nuk kemi propozime konkrete, mirë po është puna që ende domosdoshmë nuk e kemi fazën e definuar. Kemi një vakum hapësirë ku thjesht parlamenti ka konstatuar thjesht përgjegjësinë për 5 antarët. 5 antarët që i emëron parlamenti. Nga ana e tyre nuk ka reflektim, duhet shifen domethënë procedurat ligjore të cilët janë domethënë rreth shkarkimit. Kisha fjalën ju si partner të koalicionit me VMRO-n, keni biseduar për ndonjë modalitet me Mickovskin për këtë çështje? Sa i përket modaliteteve se çfarë do të cili është mendimi i qeverisë, se si do të zgjidhet kjo çështje pa pasur antar partijak në Këshill Gjyqësor? Qeveria, domethënë, është e gatshme dhe ne si koalicion bashkërisht jemi të interesuar, domethënë, në kuadër të këtij shteti të ofrojmë një shkallë të profesionalizmit si në sferën e gjyqësisë, si në sferën e Këshillit Republikan Gjyqësor, sepse fundja duhet të fillojmë prej diku. Duhet të fillojmë prej diku që të vinë shprehje vlerat e mirëfillta njerëzore. Edhe profesionistët të cilët e njohin lamin. Zot Xhaqiri, do të mbetim edhe pak te gjyqësori. Aktuale është çështja e keqpërdorimeve me mazutin për cilën akuzon dikun 13 persona, por ajo që ishte nxiti reagime sot ishte lirimi, vendimi për të lënë të lirë djalin e deputetit BDI-s Jaoski, gjithashtu i akuzuar për këtë vepër. Ku mendoni se është bërë lëshimi? Unë nuk du të ironizoj, mirë po hipotetikisht po flas nga kush është i liruar, kush ishte prokurori i Londës. Pra lëshimi është bërë në prokurori. Prokurori është njeri që është shumë i afërt i vllaut Zotit Ahmeti. Është e ulët nga gjithë këto keqpërdorime që ndodhin domethënë në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Në asnjë rast ne nuk kemi përfundim. Nuk kemi epilog përfundimtar për një lond konkrete, e cila përfundoi dhe dalet thotë dikush se kjo lond ka përfunduar me këto pasoje. Këto janë domethënë masat të cilët i ka marrë shteti kundrejt njerëzve që kanë keqpërdorur. Nuk e ke veç një rast, ke shumë raste tjera. Që është sot aktuale. Kjo është aktuale sot, mirë, po ke shumë raste tjera të cilët domethënë kanë ngel, domethënë lavirinteve të gjykatës. E ke rastin e Mjallkovit që bredh rrugëve të Monakos me vetura super luksoze. Dikush ka kontribuar që ai njeri domethënë të shëtisë atje. Fillimisht u intervenua në ligjin për përgjegjësinë penale, që t'i krijojnë mundësinë që atij t'i vjetërsohet londa. Ke shumë londë tjera që bredhin lavirinteve apo rrin fjokave të gjykatësve me vetëm qëllim që të vjetrohen ato. Edhe kërkush nuk ka marrë të drejtën të inspekton ato punë. Pse? E ke edhe një rast, po duhet të shprehem. Ke rastin e kryetarës së Gjigjit të Kumanovës, e cila nuk është në gjendje psikofizike ta ushtron detyrën e kryetarës së Gjigjit themelor të Kumanovës. Zonja në fjalë ka pas një aksident të jashtëzakonshëm. Asaj ju ka mundësu 3 herë t'i nënshtrohet psikotestit dhe testit për integritet. Askush prej antarëve të Këshillit Gjyqësor nuk ka reaguar në atë rast. Ke djegjen e arhivit të Gjigjit të Kumanovës. Nuk dihet përshkrimi i londëve se sa londë janë djegur. Edhe me çfarë përmbajtje janë ato londë. Pra edhe këto po ja faturoni antarëve të Këshillit Gjyqësor. Cila është rëndësia e londëve? Shife, unë kam punuar në institucion. Kur bëhet regjistrimi i londëve, bëhet një përshkrim. Ato londë janë transportuar në motokultivator pa kurfar përshkrimi. Këto informata e kam dorës parë. Edhe kërkush nuk ka ndërmarrë kur gjë. Dikush duhet mban përgjegjësi për këtë sende. Kush? Pa njerëz që janë kompetent për atë dikaster.
Duke filluar nga Ministri i Drejtësisë, duke filluar nga anëtarët e Këshillit Republikan Gjithësor, duke filluar edhe nga kryetarja e Gjigjit të themelor të Kumanovës. Sepse fundja, nëse tu ka dhënë mundësia të menaxhosh një institucion, nuk do të thotë se ti duhesh atë institucion ta menaxhosh ashtu si ti dëshiron. Ka rregulla dhe ka norma të cilat duhesh ti respektosh. Zoti Sheqiri, jemi nga fundi i intervistës, do të themi pak në kuvend. Kryetari i Kuvendit Zotri Gashi sot caktoi zonjën Imerlie Saliu për kryetare, të Komisionit për Punë dhe Politikë Sociale dhe sërish u aktualizua çështja e vranitellave. Zonja Imerlie Saliu, konform rregullorës së Parlamentit dhe kompetencave që ka kryetari i Parlamentit, e ka autorizuar për mbajtjen e mbledhjes së Komisionit për Punë, Politikë Sociale dhe Demografi që ta krijeson zonja Imerlie Saliu me vetëm në pikë të rendit ditës, që është domethënë megjithatë sot prapati përplasim me tentativa e lidhjes socialdemokrate të Maqedonisë edhe disa thjesht ndoshta aleatëve të tyre mundohen në vazhdimsi të bëjnë thjesht zhurmën e nevojshme për të arritur ndonjë poen politik. Mirë, po unë nga kjo emision e kam thonë edhe nga foltorja e Parlamentit e kam thonë se ai ligj nuk kalon pa u inkorporuar dhe ish ushtarët e ushtrisë lirëkombëtare kombëtare në atë ligj. Keni premtuar një ligj për ish ushtarët e UÇK-s, deri ku unë jam në fazën disa premtime, madje premtimin e fundit të këtu e keni bërë në studio. Unë sa për hir të realitetit ju dhash qasje edhe në telefonin tim ju personalisht që të shifni, domethënë se ne jemi veç në fazën përfundimtare të ligjit për ish ushtarët e UÇK-s. Nuk e them këtë për demagogji, nuk jam tip njëri që flas për diçka që nuk i qëndroj. Unë atë që e kam thonë jam në fazë përfundimtare, jam të punu me djemt në kuadër të Parlamentit që janë të angazhuar rreth këtij ligji, edhe ne shumë shpejt do të... Ka vullnet politik, zoti Sheqiri? Unë e di se do të jetë e vështirë që të sigurohet vullneti politik, mirë po spaku duhet të fillojmë prej diku. Duhet të ashtim procedurë. A përfundon pozitivisht apo jo? Mendoni ta fundim procedurë pa diskutuar me partnerët e koalicionit? Shif, dihet mirëfilli se qëndrimi i palës Maqedone asnjëherë nuk mund të jetë domethënë dakord që të ketë një ligj të tillë. Sa mund të jetë dakordësia nga ana e shqiptarëve që të futet ligji për vranitellët, edhe përkundër faktit që thuja garniturat politike paraprake për të 7 herë apo 8 herë kanë votuar këtë ligj për vranitellët, domethënë kjo është një e vërtetë. Mirë po ato asnjëherë nuk e kanë bërë atë punë që thjesht ta kushtojnë që në kuadër të atij ligji të futen apo të inkorporohen edhe ish ushtarët. Ju thatë se keni gati poshtë lart ligjen, megjithatë t'ju pyes, do ta dorëzoni në kuvend pa konsultuar edhe me partnerët e Vlenit? Ka një pajtueshmëri, kanë informata zotri Mexhiti, zotri Gashi? Sigurisht se kanë informata, partnerët e Vlenit janë të domethënë gjithë dakord rreth këtij përpilim ligji dhe me vetë faktin edhe firmat që do t'i firmosin deputetët ajo nuk kupton se ka një konsensus të përbashkët. Megjithatë ju si Vlen me VMRO nuk keni ngritur këtë çështje. Do ta bisedojmë nëse ata nuk janë dakord, ne do ta shtim në procedurë parlamentare, po të shohim me bëjmë. Zoti Sheqiri, faleminderit shumë për Faleminderit edhe ju për ftesën dhe mundësinë që t'i paraqesim qendrimet tona. Shikues të nderuar, ne vetëm pas pak do të vazhdojmë me informacione të tjera.